Në Washington është nënshkruar një marrëveshje strategjike mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës që synon shfrytëzimin e pasurive të nëntokës ukrainase, veçanërisht mineraleve të rralla me rëndësi të lartë për industrinë globale të teknologjisë. Dokumenti i firmosur nga sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent dhe zëvendës kryeministrja ukrainase Yulia Sviridenko përfshin krijimin e një fondi të përbashkët investimesh, i cili do të shërbejë si bazë financiare për rindërtimin e vendit pas shkatërimeve të shkaktuara nga lufta me Rusinë. Në qendër të marrëveshjes janë mineralet strategjike si titani, litiumi, zirkoni dhe grafiti, materiale të domosdoshme për prodhimin e baterive, mikrochipëve, automjeteve elektrike dhe pajisjeve ushtarake të avancuara. Ukraina zotëron disa nga rezervat më të mëdha në Europë të këtyre mineraleve, duke e kthyer atë në një vend kyç për zinxhirin global të furnizimit në sektorët e teknologjisë dhe energjisë së gjelbër. Marrëveshja garanton se minierat do të mbeten pronë shtetërore ukrainase, ndërsa përfitimet do të ndahen në mënyrë të barabartë mes dy palëve. Një tjetër element i rëndësishëm është angazhimi i Washingtonit për të mos e trajtuar si borxh mbështetjen financiare që i është dhënë Kievit gjatë luftës. Kjo hap rrugën për një model të ri partneriteti që fokusohet te zhvillimi i afatgjatë ekonomik i Ukrainës dhe që mund të tërheqë investime të tjera ndërkombëtare. Zëvendës kryeministra Sviridenko deklaroi në rrjetin K se përmes këtij fondi do të nxiten investime edhe në sektor të tjerë jetik, si nafta, gazi dhe teknologjia, ndërsa sekretari amerikan i thesarit theksoi se çdo individ apo kompani e lidhur me makinerinë ruse të luftës do të përjashtohet nga projektet e rindërtimit. Megjithatë, sfidat mbeten të mëdha. Një pjesë e konsiderueshme e zonave të pasura me minerale ndodhet në juglindje të vendit, aktualisht nën kontrollin e forcave ruse. Fati i këtyre burimeve natyrore mbetet i pasigurt, ndërsa e ardhmja e tyre do të varet nga zhvillimet në frontin ushtarak dhe marrëveshje diplomatike për paqen.